Pas një pune intensive nga specialistët e ndërmarrjes ujësjellës kanalizime rajoni Vlorë dhe Agjencisë Kombëtare të Kanalizimeve, është arritur më në fund që të montohen edhe pajisjet e mbritura për riparimin e rënd të avarisë në linjën kryesore të furnizimit me ujë të pishëm. Në orët e para të mëngjesit të kësaj të marte është vendosur në punë sistemi prodhimit të ujit, ndërsa është furnizuar me ujë zona 24 orëshe. Po ashtu, gjatë ditës edhe një pjesë e qytetit është furnizuar me ujë. Drejtori ndërmarrjes ujësjellës kanalizime rajoni Vlorë Ermal Murati, duke kërkuar mirëkuptimin e qytetarëve, flet për situatën, si dhe për normalizimin e saj, gjë e cila do të ndodhë gjatë kësaj të marte. Atëherë, situata është me ardhin e pjesëve ditën e djeshme nga Stambolli. Kemi realizuar përgjatë gjithë natës me specialistët tanë eliminimin e defektit dhe riparimin e saj. Rreth orës 4 të mëngjesit kemi filluar në mënyrë graduale dhe të kujdesshme ndezjen e stacioneve të prodhimit të ujit. Dihet që ky tubacion që neve korrigjuam dhe eliminuam defektin është i presionit lartë. Ka filluar në orën 4 të mëngjesit ndezja e stacioneve deri në orën 8 dhe nga orën 8 ka filluar furnizimi i depos së qytetit, e cila më pas me furnizimin e plot të saj do shërbej për shpërndarjen e furnizimit me ujë për qytetarët e Vlorës. Aktualisht zona e Lungomares dhe Bregdetit furnizohet me ujë. Dihet që infrastruktura e Rjetit është e tillë që ajo zonë është 24 orëshe dhe pastaj pjesa tjetër e qytetit nëpërmjet depos së qytetit. Kjo është situata aktuale, jemi aktualisht sërish në monitorim. Ka qenë një defekt shumë i rënd për cilën ka zgjatur, kërkojmë ndjes qytetarëve, por me mbështetjen e Bashkisë Vlorë, kryetares Bashkisë, Agjencisë Kombëtare të Kanalizimeve, Ministrisë tonë dhe qeverisë, kemi realizuar ardhin e pajisjeve dhe pjesëve të këmbimit bashkë me materialet që kishin prezente, është realizuar eliminimi i defektit. I pyetur në lidhje me faktin se nëse ka patur vonesë në porositjen e pajisjeve hidraulike, të cilat mbritën nga Turqia, drejtori ndërmarrjes ujësjellës kanalizime rajoni Vlorë, Ermal Murati, dha këtë përgjigje. E kuptoj këtë pyetje. Data 25 ka qenë ditë Krishtlindjesh, ka qenë fundjava para, ne kemi qenë në kontakt me firmat që ofronin këtë lloj pajisje ose pjesë, le të themi. Ne kemi pasur dhe ju siç e dini, ne kemi tentuar 3 herë gjatë periudhës me le të themi me pjesët që kemi pasur në dispozicion dhe tubi, ju thash, është një tub 1 mish i diametrit më të madh të mundshëm që operohet në Shqipëri, është i vetëm në rajonin në qytetin e Vlorës dhe gjatë kohës kemi qenë në kontakt si me firmën për ardhjen e pjesëve të këmbimit, por nga ana tjetër kemi dashur të bëjmë maksimumin ton duke ofruar mundësi teknike me ato elemente që kemi pasur në dispozicion për të eliminuar defektin. Nëse do të ishte suksesshëm eliminimin e defektit që ditën e parë apo të dytë, nuk do ishte nevoja ta kishim pjesën e këmbimit, mund ta kishim për raste rezervë. Në orën 5:17 të ditës sotme do filloj shpërndarja e furnizimit me ujë për qytetarët e Vlorës. Drejtori i ndërmarrjes ujësjellës kanalizime rajoni Vlorë, Ermal Murati, tha gjithashtu se në bashkëpunim me Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor do të ndiqet protokolli zyrtar për kontrollin e cilësisë së ujit dhe matjen e parametrave. Në këto kushte, kërkohet mirëkuptimi i qytetarëve që uji të përdoret vetëm për përdorim të jashtëm për 48 orët e para dhe jo për konsum apo gatim, ndërsa rubinetat e çezmave duhet të lihen të hapura deri në 15 minuta në momentin e furnizimit. Atëherë kemi marrë gjitha masat, ka një protokoll të veçantë në lidhje me furnizimin me ujë. Duhet të kuptojmë që gjithë Rjeti, sidomos pjesa e qytetit Vlorës që furnizohet nga depoja, Rjeti ka qenë i boshatisur dhe ne do të tregojmë kujdes maksimal duke bërë dhe analizat laboratorike, nga krau tjetër duke qenë në kontakt me shërbimin e kujdesit publik. Kemi dalë me një njoftim si shoqëri ku kemi thënë dhe kemi këshilluar konsumatorët 2 elementë rëndësishëm që uji gjatë 24 deri në 48 orëve të ardhshme nuk është i pishëm ose më saktë nuk duhet të pihet dhe të përdoret për gatim dhe nga krau tjetër le të mbajnë rubinetat hapur për rreth 15 minuta. Janë ca element teknik si këshilla për furnizimin me ujë të qytetarëve. Aktualisht ne vazhdojmë mbështetjen me bote, të kuptohemi, duke qenë se kemi pasur kërkesa dhe grafikun e ditës djeshme, nuk e kemi ndaluar këtë aktivitet në bashkëpunim me bashkinë dhe rajonet respektive, njësitë administrative, vazhdon ky aktivitet për suport alternativ, mbështetje alternative për qytetarët e Vlorës. Për riparimin e avarisë së rënd në linjën kryesore të furnizimit me ujë të pishëm, ka patur një angazhim të konsiderueshëm nga Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve, si dhe ndërmarrja ujësjellës kanalizime rajoni Vlorë, ndërsa kërkohet edhe mirëkuptimi i qytetarëve për shqetësimet e krijuara gjatë këtyre ditëve.